Deputetët e zgjedhur për të formuar legjislaturën e 9 as sot nuk arritën të ndryshojnë qëndrim për të formuar komisionin për votim të fshehtë. Edhe sot në përpjekjen e 25 nuk kaloi pika e tretë në agjendën e seancës konstituive. Ajo që po shihet është se nuk po lëviz asgjë, që nga propozimi i kryesuesit të kuvendit Avni Dehari më 1 maj për të propozuar se cila parti kandidatin e tyre për komision. Ngërshi politik në vend po vazhdon përkundër thirrjeve që shoqëritë civile dhe ndërkombëtarët po bëjnë që të krijohen institucionet në vend, pasi kjo situatë po sjell stagnim të shumë proceseve. Nënkryetaria e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku për ngërshin institucional të krijuar tash disa javë e akuzoi lëvizjen vetëvendosje, duke bërë thirrje për reflektim. Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të ndesin të bllokuara për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim. Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Ndërkaq e propozuara për kryetare të kuvendit nga lëvizja vetëvendosje, Albulena Haxhiu ka akuzuar partitë opozitare për bllokimin e konstituimit të kuvendit, duke u shprehur se opozita ka një inat irracional. Opozita me një inat do të thoja irracional ka vendosur që të mos marrë pjesë në votim, duke vepruar kështu në shpërputje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, të cilin e kemi përmendur, por për cilin edhe ju jeni në dijeni. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të përgjegjshëm dhe të veprojnë në përputhje me Kushtetutën dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës u shpreh se arritja një marrëveshjeje politike është për te urgjencës. Për mua edhe për LDK në emri përveç që më ka të bëj parime, njërë që konstituimi mu finalizu, sa ma shpejt dhe një marrëveshje politike është për te urgjencës, sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Më vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për 9 shkurtit e pa mundëson me ecë. Zgjedhja e kryetarit dhe 5 nënkryetarëve na çon deri në konstituimin përfundimtar të kuvendit të ri, e vetëm pas kësaj arrihet formimi i qeverisë së re. Nuk kemi quorum, ndërpritet seanca, më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri.